Me përfundimin e kësaj vepre dhe me ndërtimin e ndërcentraleve të tjera në Drin, ne do t'i vëjmë këtij lumi një gjerdan me drita. Në fund të viteve 60, Shqipëria nisi ndërtimin e një prej veprave më të mëdha teknike të historisë së saj. Hidrocentralet e kaskadës së Drinit, vau Idejës, Fjersa dhe më pas Komani përbëjnë sot një zinxhir të integruar prodhimi, magazinimi dhe shpërndarjeje të energjisë elektrike. Punimet kanë filluar në ndërtimin e hidrocentralit të Vaudezës në vitin 1967 dhe mes një pune të madhe, të palodhur, me mjete teknike jo të kohës së sotme, por me mjete teknike më të papambetura, por me një optimizëm, me një profesionalizëm, me një vetmohim dhe një të përkushtuar, u arrit që në vitin 1971 të vijesh në punë turbina parë dhe të fillonte prodhimi i kilowatt-orës së parë nga ky hidrocentral nga kaskada e Drinit. Ndërtimi i tyre u realizua në një periudhë pa lidhje me tregjet rajonale apo burime të larmishme energjetike. Qëllimi ishte i qartë, të krijojë një bazë brendshme për mbulimin e nevojave të vendit me energji nëpërmjet ujit, si burimi vetëm i besueshëm. Pas më shumë se 5 dekadash, ky sistem mbetet funksional dhe përcaktues. Kaskada e Drinit është një vepër mallore e ndërtuar nga inxhinierët, mjeshtrat, specialistët shqiptarë. Kjo me kuptimin e plot të fjalës mund të quhet mrekullia shqiptare. Sot, kaskada e Drinit është burimi më i madh i energjisë elektrike në Shqipëri, duke mbuluar 58% të gjithë energjisë së prodhuar në vend. Kapacitetet janë të përqendruara në 3 hidrocentrale kryesore: Heci Fjerzës 500 MW, Heci Komanit 600 MW, Heci Vau të Dejës 250 MW. Kjo strukturë funksionon mbi rrjedhën e lumit Drin dhe shfrytëzon rezervuarët për të rregulluar prodhimin sipas nevojës, me një rrjedhje natyrore mesatare prej 313 m3 në sekond. Ky hidrocentral u lidh me sistemin elektroenergjetik përmes 2 linjave të tensionit lart 220 kV. Dhe nga ky hidrocentral u lidh dhe linja 220 kV që lidhte vaun e Dejës me Titogradin. Pra, fillume të jemi përveç plotësimit nevojës të vendit me energji elektrike, fillume të jemi dhe eksportues të energjisë elektrike nga saj të punës dhe kësaj vepre mallore që u ndërtoi. Por nga kapaciteti, ky është sistemi më i madh hidroenergjetik në Ballkanin Perëndimor dhe baza kryesore e funksionimit të rrjetit kombëtar të energjisë. Megjithatë, mbështetja pothuajse e plot në burimet hidrike ka krijuar një strukturë të ekspozuar ndaj kushteve klimatike. Në vitin 2022, për shembull, thatësira e gjatë çoi në ulje të konsiderueshme të prodhimit. Kjo situatë kërkoi mbulim të menjëhershëm të nevojave përmes importeve nga tregjet ndërkombëtare, në kushte çmimesh të larta dhe me ndikim të drejtpërdrejtë në buxhetin publik. Në aspektin teknik, mungesa e diversifikimit energjetik dhe e kapaciteteve të balancimit e bën sistemin e ndjeshëm. Sasia e ujit që mund të akumulohet dhe përdoret në mënyrë të kontrolluar ka kufizime, sidomos në periudha me tepëricprurjesh, kur shkarkimet detyrohen pa prodhim energjie. Kjo e vendos sistemin hidroenergjetik në një pozicion të paqëndrueshëm ndaj ndryshimeve klimatike, rritjes së kërkesës dhe liberalizimit gradual të tregut të energjisë. Sot, Shqipëria përballet me një moment kyç. Ndërkohë që hidrocentralet mbeten baza e sigurisë energjetike, sfidat klimatike, teknike dhe tregtare kërkojnë një strukturë më fleksibël. Kjo ka nxitur Keshin të rishikojë modelin dominant të varësisë nga uji, duke nisur projekte të reja për magazinim energjie, burime diellore dhe optimizim të përdorimit të kaskadës. Por në çdo skenar zhvillimi
Kaskada e Drinit mbetet boshti kryesor i prodhimit, stabilitetit dhe funksionimit të rrjetit energjetik të Shqipërisë. Në një sistem energjetik të mbështetur në burime hidrike, prurjet nuk përputhen gjithmonë me konsumin. Në muajt e pranverës dhe fillim verës, kaskada e Drinit përjeton nivele të larta të ujit, në një kohë kur kërkesa për energji është zakonisht e ulët. Kjo shkakton shkarkime pa prodhim, duke ulur efikasitetin e të gjithë sistemit dhe duke humbur potencial energjetik të vlefshëm. Firza është një nga veprat më madhore, me një digë gjigante, e cila është 167 metra e lartë, me një volum rreth 9 milion metër kub material, me material me zemër argjile, material vendit. Pra një digë e veçantë dhe në më të mëdha të digave të Evropës me këtë teknologji. Hidrocentrali i Firzës është më i madh, është saktësisht 2 fishi i kapacitetit instaluar, pra është 500 MW, por Firza ka një rezervuar gjigant të akumulimit ujit që është rreth 2.7 miliard metër kub ujë. Firza shkon, prodhimi i Firzës shkon nga 1.5, 1.6, 1.7 deri në 1.8 ose 1.9 miliard kilowattorë në vit. Pra një prodhim i mrekullueshëm i energjisë elektrike. Pastaj vim në hidrocentralin e Komanit. Hidrocentrali i Komanit nga madhësia e fuqisë instaluar është më i madh nga se këto dy Firza dhe Vaudesi, është 600 MW me 4 turbina 150 megëshe. Edhe këtu është bërë një punë kolosale. Kjo ka një digë me ekran betonit e veçantë nga digat e Vaudesit edhe të digët të Firzës, me ekran betoni, një teknologji franceze, cila u morë si eksperiencë nga inxhinierët tanë, nga profesor Parolin Hoxha dhe shumë të tjerë, dhe u aplikuar në këtë hidrocentral. Ky është një hidrocentral mjaft i mirë, është kryesisht me teknologji prandimit, domethënë nuk është kurse Vaudesi edhe Firza ishin teknologji kineze. Për të adresuar këtë problem, Korporata Elektroenergjetike Shqiptare ka nisur projektimin e një sistemi depozitimi energjie me pompim midis 2 rezervuarve ekzistues të Firzës dhe të Komanit. Kjo teknologji, e njohur si pump storage, funksionon mbi një parim të thjeshtë. Në periudha kur ka teprica energjie, uji pompohet nga rezervuari i poshtëm në rezervuarin e sipërm. Në periudhat kur kërkesa është e lartë, ky ujë lirohet sërish për të prodhuar energji, duke i dhënë sistemit fleksibilitet dhe kapacitet rritjeje. Projekti i parashikuar do të përfshijë ndërtimin e 2 njësive gjenerator pomp të vendosura ndërmjet rezervuarve të Komanit dhe të Firzës. Synimet kryesore të tij janë rritja e kapaciteteve prodhuese pa ndërtuar diga të reja, reduktimi i shkarkimeve pa prodhim, që aktualisht ndodhin në kulmin e prurjeve, rritja e kapacitetit të keshit për shërbime balancuese në përputhje me tregjet e liberalizuara të energjisë, optimizimi i përdorimit të kaskadës së Drinit, sidomos në bashkëveprim me burimet e reja si energjia diellore. Kostoja e parashikuar për ndërtimin e këtij sistemi është 202.6 milion euro. Financimi është planifikuar të mbuluohet përmes një kombinimi të Korporatës Elektroenergjetike Shqiptare si investitor publik, Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim dhe Instrumentit për Investime në Ballkanin Perëndimor. Aktualisht, projekti ndodhet në fazën e studimit të fizibilitetit dhe përgatitjes së projektit teknik. Ky është projekti i parë i kësaj natyre në Shqipëri dhe ndër të paktët në rajon. Në sistemet moderne energjetike, pump storage shihet si komponent kyç për integrimin e burimeve të paqëndrueshme si dielli dhe era. Problemi i ndërtimit të centralës me pompim është një zgjidhje që është dhënë kohë më parë, shumë kohë më parë në shumë vende dhe shumë sisteme të tjera elektroenergjetike. Ky është një zgjidhje që i bëhet sepse në kohën e pikut gropës 24 orë në kohën e natës, pikët minimum të çmimit të energjisë, i përdor këto si pompa dhe e merr ujin nga bjefi poshtëm dhe hedh mbi sipër.
Dhe këtë energji e përllon në kohën e pikut, kur çmimi është më i lartë, që është koha e ora 8 e darkës, 9 e darkës, 10 e darkës. Pra në aspektin ekonomik, kjo përban një element i cili mund të dhe duhet shfrytëzohet. Pra kjo është problem akumulimit. Në kushtet kur Shqipëria po zhvillon impiante të reja fotovoltaike dhe synon rritjen e kapacitetit diellor, balancimi përmes pompimit të ujit bëhet një nevojë teknike dhe strategjike. Në terma afatmesëm, ky projekt mund të ndihmojë Keshin jo vetëm të stabilizojë prodhimin, por edhe të shes shërbime balancuese në bursat rajonale të energjisë. Kthimi i ujit në një bateri natyrore përfaqëson një hap të ri në evolucionin e sistemit energjetik shqiptar. Në një vend ku uji ka qenë gjithmonë një burim energjie, tani ai po bëhet edhe mjet ruajtjeje dhe menaxhimi i energjisë. Kjo i jep kaskadës së Drinit jo vetëm vazhdimsi funksionale, por edhe një rol të ri në arkitekturën moderne të energjisë në Shqipëri. Në vitin 2022, Korporata Elektroenergjetike Shqiptare vuri në funksion një projekt me teknologji të re për vendin, një impiant fotovoltaik lundrues mbi sipërfaqen e digës së Qyrsaqit në liçenin e Vaut të Dejës. Keshi po punon edhe për ndërtimin e disa impianteve fotovoltaike, të cilat janë e ardhmja. Ky ishte hapi i parë në përdorimin e hapësirave ujore për gjenerimin e energjisë diellore, një model që po zgjerohet tashmë në shumë shtete, për shkak të efikasitetit të tij dhe mungesës së konkurrencës me tokën bujqësore. Impianti ka këto karakteristika: kapaciteti instaluar 13.8 MW-pik, prodhim vjetor i pritshëm 18.5 GWh, jetë gjatësie projektuar rreth 25 vjet, financimi, kombinimi i fondeve të Keshit, grantit dhe huas nga partnerë ndërkombëtar. Panelet janë vendosur mbi module të lundrueshme që përputhen me nivelin e ujit dhe nuk ndërhyjnë në funksionin hidroenergjetik të rezervuarit. Ky projekt synon të shtojë kapacitetin e prodhimit të energjisë nga burime të rinovueshme, të shfrytëzojë sipërfaqe ekzistuese ujore pa zënë tokë ndërtimore apo bujqësore, të reduktojë avullimin nga liçeni përmes zbulimit pjesor të sipërfaqes së ujit dhe të provojë në kushte reale zbatueshmërinë e teknologjisë floating solar në Shqipëri. Në aspektin operacional, energjia e prodhuar nga ky impakt mund të përdoret për të balancuar rrjetin gjatë pikut të prodhimit diellor ose të injektohet në rrjetin kombëtar për furnizim të konsumatorëve të lidhur pranë zonës. Ndryshe nga kapacitetet hidro, që varen nga rrjedha dhe rreshjet, energjia diellore është e parashikueshme dhe e përshtatshme për prodhim në mesditë kur konsumi rritet. Kjo e bën teknologjinë fotovoltaike një shtesë funksionale për sistemin energjetik të vendit, veçanërisht kur ajo integrohet në strukturat ekzistuese, si diga dhe rezervuarët e hidrocentraleve. Vendosja e këtij impianti në një strukturë ekzistuese si liçeni i Vaut të Dejës redukton kostot për ndërtim të infrastrukturës dhe rrit efikasitetin e përdorimit të hapësirës publike. Projekti fotovoltaik lundrues i Vaut të Dejës përfaqëson një kombinim praktik të dy teknologjive, hidrocentralit tradicional si bazë dhe energjinë diellore si plotësim. Në një vend me një sipërfaqe të kufizuar toksore dhe me një potencial të madh ujor, kjo qasje ofron një model të ripërdorshëm në rezervuar të tjerë ekzistues dhe kontribuon në objektivat e vendit për rritjen e burimeve të rinovueshme në miksin energjetik. Në vijim të projekteve për zgjerimin e burimeve të rinovueshme, Korporata Elektroenergjetike Shqiptare ka projektuar një tjetër ndërhyrje në zonën e Vaut të Dejës, impiantin fotovoltaik të Zadejës. Ky projekt është vendosur drejt për drejt mbi digën e Zadejës, duke përdorur një strukturë ekzistuese të sistemit energjetik për të prodhuar energji diellore pa pasur nevojë për zhvillim të tokave të reja. Po e zhvillon problemin e ndërtimit të parqeve fotovoltaike. Dhe kjo do jetë një gjë shumë e mirë, sepse ky është si burim prodhues i energjisë elektrike, ky mund bëjnë edhe probleme të rregullimit të imbalanceve të energjisë.
Dhe unë mendoj atë sa po thash për atë hidrocentralin, këtë fotovoltaikun në Lundrus, kënë digën e Zadejns do të bëhet një 2 megsh në Sadinë, 5 megsh që është bërë në digën e Qursaqit, 5 mega, ja këtu përballë po ta shohim kur dalim. Dhe ka dhe projekte tjera cilat po i zhvillon. Vonë është gjithmonë e vonë nuk është kurrë. Pra, iku qa iku, puna është të përshpejtohet në të ardhmen, me qëllim që të rriten sa ma shumë burimet gjeneruese nga energjitë e rinovueshme. Impianti i Zadejës parashikohet të operojë si një njësi e lidhur në rrjet, që injekton prodhimin në rrjetin lokal dhe mbështet atë gjatë pikut të konsumit ditor. Vendodhja në një zonë me infrastrukturë ekzistuese të ndërtuar për qëllime energjetike lejon reduktim të kostove për ndërtim dhe instalim, përdorim më efikas të hapësirës teknike mbi dig, monitorim dhe operim të përbashkët me sistemet e hetësit të vau të dejës, pa shtuar staf apo struktura mbështetëse të veçanta. Impianti i Zadejës është pjesë e një grupi ndërhyrjesh të vogla dhe të mesme që synojnë të shtojnë energjinë diellore në kapacitetin total kombëtar pa krijuar presion mbi territorin, bujqësinë apo mjedisin. Ai paraqet një model të përsëritshëm për impiante të vendosura mbi diga, depozita ose sipërfaqe teknike të ndërtuara. Kjo lejon zgjerimin gradual të energjisë diellore pa konflikte mjedisore dhe pa kosto të larta që lidhen me zhvillimet në terren të ri. Shumë komod, shumë i mirë, ka ato vështirësitë veta për të implementuar dhe për të ndërtuar, por e para njerë nuk zën sipërfaqe. Sipërfaqen e liçenit është sipërfaqe po është mëzueshme, nuk zën tokë. E para, e dyta, nga pikpamja e humjes energjisë nga abullimi, ai e ndihmon liçenin, atë sa mund tjetër transa, se nuk abullon, nuk është, jo, absolutisht që nuk ndikon negativisht, ndikon pozitivisht. Këto janë të aplikuara, është bërë edhe në banjë i tillë, gjithashtu në vende shumë vende të Evropës së Metutje janë të aplikuar këto, sepse fotovoltaikët kanë një specifik, sepse zanë sipërfaqe të madhe, tokët. Zadeja nuk është një projekt me impakt të madh në nivel të përgjithshëm prodhimi, por përfaqëson një zgjedhje efikase dhe të qëndrueshme teknike. Në shkallë kombëtare, impiante të tilla përbëjnë bloqe funksionale, të cilat të kombinuara ndihmojnë në uljen e presionit mbi hidrocentralet gjatë verës dhe plotësojnë kërkesën në zonat ku rrjeti është më i ndjeshëm. Kjo është një formë e re e menaxhimit të burimeve ekzistuese përmes teknologjisë diellore. Për dekada, hidrocentralet e kaskadës së Drinit kanë shërbyer vetëm për nevojat e brendshme të Shqipërisë. Sot, me rritjen e ndërveprimit në tregjet e energjisë dhe hapjen e platformave të tregtimit, ky sistem ka hyrë në një fazë të re funksionimi. Furnizim me energji përtej kufive. Që prej prillit të vitit 2023, Shqipëria ka hyrë në bursën shqiptare të energjisë Alpex dhe ka filluar shkëmbimin e energjisë në tregjet rajonale, përfshirë bursën hungareze dhe bursën bullgare. Kjo është bërë mundur përmes prodhimit të tepërt sezonal nga hidrocentralet, i cili në periudha me prurje të larta te i kalon nevojat e brendshme dhe krijon hapësirë për eksport të drejtpërdrejt në tregje të liberalizuara. Hidrocentralet e Drinit, për shkak të volumit të madh të rezervuarve dhe mundësisë për të rregulluar prodhimin sipas kërkesës, ofrojnë prodhim fleksibël, i përshtatshëm për kohë piku në rajon. Shërbime balancuese të kërkuara nga operatorët e sistemeve fqinj, si dhe energjinë më të lirë kur prurjet janë të larta dhe furnizimi vendas është i mbuluar. Kjo e kthen Shqipërinë nga një vend historikisht i izoluar energjetik në një pjesëmarrës aktiv në tregun rajonal të energjisë elektrike. Megjithatë, ky rol ka kufizime strukturore. Eksporti varet nga prurjet ujore dhe sezonaliteti i tyre. Rrjeti i transmetimit ka kapacitet të kufizuar për transferim ndërkufitar. Kaskada nuk mund të ruajë energjinë e tepërt për periudha të gjata pa ndihmën e teknologjive ruajtëse si pump storage. Për këtë arsye, projektet si depozitimi me pompim dhe ndërtimi i skavicës nuk kanë vetëm funksion të brendshëm,
por janë të lidhura drejt për drejt me rritjen e aftësisë për eksport të qëndrueshëm në tregje rajonale. Në këtë kuadër, kaskada e Drinit përbën boshtin teknik dhe fizik të strategjisë së Shqipërisë për të kaluar nga një sistem i mbyllur kombëtar në një sistem të ndërvarur dhe të integruar në Europën juglindore. Në dekadën që vjen, energjia nuk do të matet vetëm me kilovat, por me aftësinë për të qenë fleksibël, i sinkronizuar dhe i balancuar në kohë reale. Për Shqipërinë, kaskada e Drinit mbetet komponenti kyç për të luajtur këtë rol në tregun ndërkombëtar, jo vetëm si burimi i energjisë, por si platformë që mundëson pjesëmarrjen aktive në arkitekturën energjetike të rajonit të mëgjerë. Shqipëria është në prag të një transformimi të rëndësishëm në sektorin e saj energjetik. Nga një sistem historikisht i varur gati tërësisht nga burimet hidrike dhe me mungesë kapacitetesh ruajtjeje, vendi po kalon drejt një modeli më të zgjeruar, të balancuar dhe të integruar me tregjet rajonale. Ky transformim mbështetet në 3 shtylla kryesore: në zgjerim të kapaciteteve të instaluara, përmes ndërtimit të hecit të Skavicës, sistemeve me pompim Fiers-Koman dhe impianteve të reja fotovoltaike në Belsh, Zadej, Karavasta dhe Vau i Dejës, Shqipëria parashikon të shtojë qindra megawatt të rinj kapacitet të instaluar në rrjetin e saj kombëtar. Në fushën e ndërtimit të impianteve fotovoltaike ka marrë një zhvillim të paparë, zhvillim të mrekullueshëm. Po të shikojmë në zonën e Sejmanit, atje po ndërtohen projekte 100 megsha, 120 megsha, janë vënë punë, po vehen punë. Atje është një bum i madh në ndërtimin e këtyre. Atje është Voltalia 120 mega impianti fotovoltaike, e të tjerë cilat po ndërtohen, do të ndërtohen dhe do të zhvillohen. Por problemi është që dy janë probleme të rëndësishme në këtë, që të bëhet mos të zhvillohen në mënyrë kaotike, po të bëhet një master plan, se jo në mënyrë kaotike, do të thonë një copë janë një pan këtu, tjetri këtu, me pjesa tjetër në mes pa u shfrytzuar. Pra kjo ka shumë rëndësi që të bëhet një master plan i përgjithshëm i zonave ku janë me të planifikuar për të ndërtuar, edhe të shikohet problemi, sepse kam pas shumë herë rësërsi tek boniteti i tokës. Diversifikimi i burimeve. Energjia diellore po zë vend në strukturën energjetike përmes projekteve që shfrytëzojnë si sipërfaqe toksore, ashtu dhe ato ujore, apo struktura ekzistuese, duke ulur varësinë nga rreshqet dhe rritur qëndrueshmërinë sezonale. Rritja e aksesit në tregjet ndërkombëtare. Me pjesëmarrjen aktive në bursat rajonale të energjisë dhe integrimin në platformën Alpex, Shqipëria ka nisur eksportet e para drejt Hungarisë dhe Bullgarisë dhe synon të zgjerojë më tej këtë prani. Në vitet e ardhshme, objektivi është i qartë. Shqipëria të bëhet vend eksportues neto i energjisë elektrike, duke prodhuar më shumë se sa konsumon dhe duke gjeneruar të ardhurat të qëndrueshme në tregjet e huaja. Ky zhvillim mbështetet jo vetëm në burime natyrore, por edhe në projekte konkrete, që janë tashmë në ndërtim, në fazë dizajni ose në proces financimi. Ajo që deri dje ishte një kaskadë funksionale për nevojat e brendshme, po shndrohet sot në një platformë kombëtare me potencial rajonal. Përmes investimeve teknike, strategjike dhe të koordinuara, Shqipëria po pozicionohet jo si një vend me burime të kufizuara, por si një aktor energjetik i vërtet në Ballkanin Perëndimor.